Numri të huajve që jetojnë dhe punojnë në vendin tonë pasoi një rritje të fortë përgjatë vitit të kaluar, duke arritur në 27.500 persona ose rreth 22% më shumë se sa në vitin 2024. Të dhënat nga regjistri për të huajt siguruar nga Monitor tregojnë se rreth 20.000 prej tyre janë pajisur me leje qëndrimi për arsye punësimi, ndërsa 15% janë për bashkim familjar. Pak më shumë se 6.000 leje qëndrimi në vendin tonë janë dhënë për shqiptarët e Kosovës që përbëjnë edhe numrin më të madh të huajve, ndërsa pas tyre janë italianët me gati 3.800 aplikime për leje qëndrimi. Ajo që ra në sy përgjatë vitit të kaluar është rritja e madhe e kërkesave për leje qëndrimi nga shtetasit aziatik, kryesisht nga India dhe Filipinët. Të dhënat të numri shtetasve nga India në 2025 arriti në pothuajse 2.400 persona, apo 47% më shumë se sa në vitin 2024. Rritjen më të madhe e kanë Filipinasit me 130% nga viti në vit, ose 2.213 persona më shumë se sa në 2024. Të dhënat tregojnë se Filipinasit punësojnë kryesisht të shërbimet, ndërsa indianët në ndërtim dhe teknologji informacioni.